Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndihni. Rama kritikon administratën publike, neglizhenca e zyrtarëve po nxjerr njerëzit në protest, por ata nuk kanë lidhje me grumbullin e dështakëve në shesh. Ministri i Brendshëm deklaron se sjellja e policisë në protest ishte në proporcion me dhunën ndaj forcave të rendit, deri më tani 19 të arrestuar dhe 6 në kërkim. Kreu i SPAK Lodian Braho raporton në Komisionin e Ligjeve 21 janari ende në hetim, do të ketë të tjera sekuestrime të pronave të krimit organizuar. Inaugurohet në Tiranë shkolla kombëtare e fluturimit, ajo do të përgatisë pilotët e rinj shqiptar, por do të certifikojë edhe student nga vendet e NATO-s. Vjojmë mëngjesisht, Kryeministri Rama kritikoi punën e administratës publike që sipas tij në shumë raste ka indinjuar qytetarët duke i bërë ata të dalin në protesta. Rama shtoi se nuk duhet ngatruar shqetësimi i drejtë i qytetarëve me dështakët dhe zemërakët që kërkojnë rrëzimin e qeverisë. Na rëndoi pak ajo. Çalimi i punës së administratës shtetërore është një ndër elementët që sipas kryeministrit Edi Rama ka shkaktuar indinjat tek qytetarët, të cilët prej më shumë se një muaj janë ngritur në protesta. Gjatë fjalës në edicionin e 3 të javës së administratës publike, kreu i qeverisë tregoi dhe një histori personale, që sipas tij duhet të sjellë reflektim jo vetëm nga ana e qeverisë, por tek çdo punonjës në shtet. Nëna e një shokut tim, ai është pak më i ri se unë, por ajo është gjyshe, kishte dalë në protestë. Dhe jo më i tregon atë që është, besoj unë, duke parë edhe episode tjera që ne po i mbledhim, thelbin e zëmrimit të shumë njerëzve me administratën shtetërore. Sipas Ramës, kjo kategori protestuesish nuk ka asnjë lidhje me ata të cilët po përdorin protestat për interesa personale. Ajo protest ka rëndësinë e vetë themelore për ne që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës nën atë korën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zemërakët e Shqipërisë. Por transformimi i administratës publike për shefin e ekzekutivit është sfidë më vete, e cila kërkon kohë. Transformimi i administratës është një proces jashtëzakonisht kompleks, jashtëzakonisht i vështirë dhe i cili kërkon diçka që bota sot dhe për më tepër Shqipëria sot dhe shqiptarët sot e kanë gjithmonë e më pak, kërkon kohë. Gjithashtu u bë me dije se me hapat që po ndërmerr qeveria, synoi që administrata të jetë në të njëjtat nivele si në vendet e Bashkimit Evropian. Protesta e qytetarëve që kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe të qeverisë vijon edhe këtë të premte, pamjet që po ndiqni drejt për drejt i përkasin sheshit Skënderbej, aty ku nis çdo ditë grumbullimi i qytetarëve. Protesta pritet të ndjek të njëjtin itinerar, pas mashimit në bulevardin qendror të Tiranës, qytetarët pritet të ndalen tek kryeministria për të vijuar marshimin në rrugë të ndryshme të kryeqytetit. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, kreu i SPAK Lodian Braho tha se çështja e 21 janarit është ende nën hetim. I pyetur nga opozita, ai nuk bëri asnjë koment për dosjen ndaj Ballukut, ndërsa lajmëroi sekuestrime të tjera të pronave që rrjedhin nga veprimtaritë kriminale. Drejtuesi i prokurorisë posaçme Lodian Braho sqaroi para Komisionit të Ligjeve se hetimet për ngjarjen e rënd të 21 janarit vitit 2011, ku mbetën të vrarë 4 protestues, ende vazhdojnë. Gjatë raportimit vjetor në Kuvend, Braho preferoi të mos thotë detaje për këtë dosje hetimore, pavarësisht këmbguljes së deputetëve, të mazhorancës së opozitës. Ajo që mund të them është vetëm çështën e hetim dhe hetimet vazhdojnë. Nuk kam koment tjetër për këtë çështje. Nëse pale unë e kuptoj dhe
pjesën e përfaqësuesve ligjor apo edhe tashkëtarëve të viktimeve kuptojnë ndjeshmërinë e rastit, por nuk e zgjidhim dot tu në këtë seancë gjyqësore këtë çështje dhe ato pretendime. Ndër çështjet që u diskutuan në Komision e Ligjeve ishte dhe ajo ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku e deputeti demokrat Oert Bylykbashi pyeti nëse SPAK-u do të vijë apo jo në parlament për të kërkuar arrestimin e saj pasi po hetohet për 2 akuza të reja, korrupsion e pastrim parash. A do të ketë një kërkesë për heqje imuniteti mbi bazën e provave dhe akuzave të reja sërish nga parlamenti, se duhet mendojmë ne ç'do të bëjmë që ky parlament mos ta bllokojë sërish SPAK-un? Nuk mund të them se si do jetë vendimmarrja, nëse do ketë apo jo, por ajo që u garantoj do jetë një vendimmarrje e bazuar në ligj, në prova që sigurojë hetimi, duke marrë parasysh edhe arsyet se pse ku vendi ka vendosur udhëzimin e kërkesës. Por vetë drejtuesi i SPAK-ut, Klodian Brau, deklaroi se mbështet idenë që ministrat dhe deputetët të mos kenë mbrojtje ligjore as nga arrestimi. Të ishim ne pala që miratonim dyshimet kushtetuese apo ligjore, personalisht e mendim që do të ketë imunitet fare. Drejtuesi i SPAK-ut para Komisionit të Ligjeve theksoi vullnetin për të vazhduar aksionet për sekuestrimin e pasurive, të cilat janë krijuar nga krimi. Produktet, pasuritë që kanë origjinë nga krimi, sidomos nga krimi organizuar, sidomos nga grupe kriminale me shtirje ndërkombëtare, janë si një tumor në trupin e njeriut në ekonomi. Dhe nuk ka zgjidhje tjetër veç se ato të sekuestrohen dhe të konfiskohen, sepse nuk shërbejnë pra asgjë tjetër përveç se i fuqizon po ato grupe dhe u jep fuqinë financiare që ato të vazhdojnë veprimtarinë e tyre të krimit organizuar dhe shpikërisht ai produkt që është potenciali që sjell pastaj korrupsionin e zyrtarëve publik. Kryetari socialist i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja ndërkaq shfrytzoi mbledhjen për të mbështetur idenë e ndryshimit kushtetutës e për të dhënë mundësi prokurorëve të posaçëm të garojnë për një mandat të ri. Personalisht ndaj këtë mendim, ju do duhet keni të drejtën të kandidoni për një mandat të dytë. Sipas kushtetutës, mandati prokurorëve të SPAK-ut është 9 vjeçar pa të drejtë rikandidimi. E grupit të parë të prokurorëve të posaçëm u mbaron mandati pas 2 vitesh në fundin e vitit 2028. Ndryshimi i kushtetutës për këtë çështje është kërkuar nga çdo drejtues i SPAK-ut, por deri më tani nuk ka një nisëm konkrete. Seanca në gjykatën administrative mes kryebashkiakut të Tiranës dhe prokurori që e ka hetuar dështoi. Shkaku bë mungesa e avokatit të Erion Veliajt, i cili kishte depozituar një kërkesë për shtyrjen e seancës për shkak të një problemi mjekësor të birit. Erion Veliaj e ka paditur prokurorin e posaçëm Ols Dado për emërim të palishëm. Sipas tij, Dado është bërë prokuror pa kryer shkollën e magjistraturës. Seanca e radhës u caktua në datë 24 korrik. Sektori i krimit kibernetik dhe ekonomik në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit goditi një tjetër rast të mashtrimit përmes skemave me call center, këtë herë në Shkodër. Gjatë operacionit u arrestuan 4 persona dhe 61 të tjerë, kryesisht punonjës të call center, po hetohen në gjendje të lirë. Skema e mashtrimit dyshohet të jetë e ngjashme me raste të tjera, telefonata në drejtim të qytetarëve europian, të cilëve u premtoheshin fitime kolosale. Policia sekuestroi 152 pajisje elektronike, nëpërmjet të cilave dyshohet se krye mashtrimi si dhe materiale të tjera me interes për hetimin. Shqipëria ka tashmë një shkollë të posaçme për përgatitjen e pilotëve. Kryeministri Edi Rama tha se ky institucion do të shërbejë edhe për trajnimet e NATO-s. Shefi i qeverisë premtoi rritjen e pagave për forcat e armatosura. Shkolla Kombëtare e Fluturimit në bazën ajrore të Rinasit hapi dyert për studentët e saj. Në ceremoninë e hapjes ishte i pranishëm kryeministri Edi Rama, ku theksoi se shkolla do të shërbejë jo vetëm për përgatitjen e pilotëve shqiptar, por do të jetë e hapur dhe për trajnimin e pilotëve nga vendet anëtare të NATO-s, gjithashtu edhe Kosovën. Ndërkohë që shkolla jonë kombëtare e fluturimit është e hapur edhe për të stërvitur dhe për të certifikuar pilotët e rinj të vendeve të NATO-s në rajonin tonë dhe pa diskutim duke filluar nga Kosova.
Gjatë fjalës së tij, Rama vuri në dukje dhe transformimin e sektorit të mbrojtjes, duke bërë krahasimin me kushtet e një dekade më parë. Jo shumë larg, po një dekadë më parë ishin lënë në mëshirë të fatit dhe njerëzit tanë të zot, patriot, vullnet mirë, jetonin si në lëmoshën e shtetit. Forca jonë armatosur është më e mirë paguaja në rajonin tonë. Kryeministri bëri me dije se një numër tjetër helikopterësh Black Hawk do t'i bashkohen kapaciteteve të flotës shqiptare. Në ndërkohë po punohet edhe për t'i shtuar kapacitetet për sezonin dhe nga ana tjetër me aktin e ri normativ të qeverisë një numër tjetër helikopterësh Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara do t'i shtohen këtyre forcave. Kreu i qeverisë sipas krijimit të shkollës kombëtare të fluturimit. Hapi i radhës do të jetë ngritja e shkollës kombëtare të forcave speciale, një projekt që do të realizohet në bashkëpunim me kompaninë izraelite Elbit System. Edhe mëngjesin e kësaj të premte, qindra udhëtar janë përballur me radhë të gjata në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Prej afro 7 muajsh, kalimi drejt Greqisë është shoqëruar me vonesa të konsiderueshme, ku pritja varion nga 1 orë në rastin më të mirë deri në 3 orë në periudha me fluks më të lartë. Shkaki i kësaj situate janë procedurat e reja të kontrollit të aplikuara nga autoritetet greke, të cilat kanë ngadalësuar ndjeshëm për punimin e udhëtarëve. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar probleme edhe me sistemin kompjuterik të palës greke, ndërkohë që ditët e fundit është raportuar një tjetër defekt i sistemit që ka sjell pritje deri në 3 orë. Për maturantët, hapi i parë i regjistrimit në universitete nisi këtë të premte, ajo që të cilët do të kenë një pagesë tarifës së aplikimit. Ajo është detyrueshme pavarësisht nëse këtë të rinë zgjedhin në universitetin publik apo privat. Kjo faturë përmban kodin unik që do të nevojitet maturantët për të konfirmuar preferencat e tyre në portalin u-Albania. Tarifa është 2.000 lekë dhe e vlefshme për të 2 raundet e aplikimit. Dokumenti shkarkohet në u-Albania, ndërsa pas pagesës, fatura duhet të ngarkohet sërish në portal. Një kopje duhet të dorëzohet edhe në sekretarinë e gjimnazit. Fatura paguhet deri më 24 korrik në çdo zyrë të postës shqiptare ose bank të nivelit të dytë. Hapi i radhës është nga 27 korriku deri më 1 gusht, kur maturantët do të kenë mundësi të aplikojnë duke renditur deri në 10 programe studimi sipas preferencës. Këtu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.